Part 3, Bride to be. Nuk e di për ju, po unë mundohem që ta shijoj në maksimum këtë pjesën e parapërgatitjeve. Normal që edhe dasma ka ato emocionet e veta, por po mundohem që ta shijoj këtë pjesën e parapërgatitjeve në maksimum, sepse janë gjëra që do mbeten shumë gjatë në trurin tim. Sot është dita e thonjve, unë zgjodha të eci me një french të pastër të thjesht, si të duart edhe të këmbët, dhe direkt nisemi për në Pogradec, sepse është momenti që të blejmë unazat. Shkuam te një argjendari që na sugjeruan të afërmit tan dhe kishte super gjëra, dhe tek unazat unë zgjodha që të eci me këtë klasiken, por që të ishte e plot. Mbaruam edhe me unazat dhe tani nisemi për te parukeria. Dhe kjo parukeria ishte hera e parë që shkoja, po ishte super staf dhe shikojeni pak puna flet. Nëse do kem eksperienca të mira të gjitha këto vendet që po më bën puna që të shkoj, normal do keni edhe target përkatëse. Pastaj zgjedhëm të pim një kafe dhe pastaj u nisëm drejt edhe në shtëpi.